po të dini ju çfarë fuqie fantastike. 30.000 ton. Shalqi prodhon të bushatin vitin 2012, kishin bërë një kooperativë ata së bashku, dhe e furnizon të gjithë shalqin e eksportonin në Kosovë. 30.000 ton. Fshati bushat në një sipërfaqe të caktuar prodhonte. Ne kemi kapacitete, nuk kemi tokë shumë, po me kapacitete prodhuese ndër më të lartat. Kështu që në absolute Made in Albania do t'jetë krenari kombëtare. Do t'jetë krenari kombëtare, do ta bëjmë ne krenari kombëtare Made in Albania. Ndërkohë që rivali juaj nuk ka ka zhabat, arrucat, kreta. Vetëm këto por ka një premtim. Apo ta pyesin në fund për zotin Rama. Do me thënë, pa dyshim, gjithë ekspozeja gjatë që bëri zoti Berisha është një ekspoze legjitime në një fushat elektorale. Por brenda kësaj keni një kontradikt themelore, themu. Të gjithë gjërat që ju thatë, që këta vjedhin me panele diellore, që këta vjedhin me kilometrat e rrugës, janë vërtetë. Dhe edhe unë, ashtu si ju e dim sepse vjedhin. Vjedhin që këto lek të bëjnë klientel, të blejnë vota dhe të mbajnë pushtetin nëpërmes korrupsionit. Pra, ajo që mua më duket kontradikt me ju, nuk është çështja si ju kur të vinin pushtet, do rrisni paga, do rrisni pensionet, do bëni tollonin e ushqimeve, por është si mund të çrrënjoset ky sistem që nuk lejon zgjedhje. Pra, unë jam dakord që të bëhet një panel dhe të diskutojmë derisa mund të rritet ekonomikisht pensioni në Shqipëri, derisa mund të vej, por kjo ka vlerë një sistem demokratik ku konkurohet me programe. Ne nuk jemi një sistem ku konkurohet me programe dhe prandaj them është kontradikta se vetë ju prej vitesh e vitesh toni Edi Rama nuk mundet me zgjedhje. Dhe kur ke dal me këtë platformë që Edi Rama s'mundet me zgjedhje, nuk mund të konkurosh me program. Pra, pyetja që njerëzit ju shtrojnë përpara ju nuk është sa do e bëj pensionin PD-ja, sa do e rrisi pagën minimale PD-ja, por si do të çrrënjosi PD-ja, a ka mundësi PD-ja të çrrënjosi ata që vjedhin me panelet dhe me kilometrin e autostradës. Pra, pa dal këtu, duhet na sqaroni këtë objektivin minimal. Dhe kjo është kontradikta për mua. Kontradikta është, ajo është e vërtet që Edi Rama i vjedh, edhe ne kemi thënë, krimi kthehet votë dhe vota kthehet në krim. Po. Dhe kështu do ndodhi edhe një vit më. Atë kemi thënë, Anton. Por ne besojmë se me dobësimin e tij real tani, i cili vjen nga? I cili vjen nga një kompleks faktorësh. Po edhe lufta e brendshme e tyre është shkatrimtare. Jo, themu ty. Edi ata po i hanë kokën njëri tjetrit. Jo i mord vesh se Erion Velia u betua se Uluziut Gjershtat Breza nuk doja falë. Gjershtat Breza, e di çdo thotë? E përgjuar. Jesho morg. Priti minut. Është bekim. E pat që Fatmir Xhafa u zëvendësua me Halit Valterin. Besoj e konstatuat aty, apo jo? Ja. Se sta... Nuk ndikon kjo në votë. Ndikon kjo. është tjetër makinerie... Jo, që ndikon, jo, nuk është një makinerie atilma, nuk janë me homogjena. Sistemi, ata janë shkërmoqje. Jo individët. Ja, ta themu ty, se a e kishte Fatmir Xhafën, thonë se është i përzidhën ca puqe tjera, kushe me rvesh atë, nuk po hymë tani se së rasti këtu. E kishte aty përkashi dhe Fatmir Xhafa nxinte. Dhe ky, si për t'i nxidhe më shumë, ma ike nga që thoshte, merdi ballisti, thoshte. Jeni drejtën tuaj të bëni diversion, por ikët nga... Të vërtetë faktor, unë e quaj faktor këte. Në fushat thua që duhet të kundërshtari. Faktori është... Unë kam biznesi, krimi dhe partia shtet. To tre, në bashkëpunim dhe të ushqyën në korupcion në fushati, unë ja them ty, blejnë procesi zgjedhor. Që absolutisht nuk kanë si jemë atë gjigën dhe vintu. Çdo përzierje në zgjedhje elektorale
do të konsiderohet e barabartë si krimi më i rëndë i tyre. Le të rrinë ata. Kështu tha dhe për zgjedhjet lokale të majit, ata i gëzojnë. Unë po them. Kështu është e njëjta deklaratë që tha për zgjedhjet lokale. Partia Demokratike në pushtet do thot ata për zverë për para ligjit ku do që t'jenë dhe do akuzohen përveç vrasjeve për vrasjen e votave. Po nuk e lë njëri të vinë pushtet. Kush? Jo, kështu kanë thënë shumë herë, po ja që erdhëm në 2005. E pe qa bëri Erdogani, e futi kandidatin, brenda. Është njëjti stil, do me thënë, nuk mund të flitet për zgjedhje në këto kushte, jo më për pensione, për tollon e për energji diellore. Tani, situata në Shqipëri, era radha është e jona, era po frynë për ne. Themi të vërtetën. Era po frynë për parti, për opozitën. Shumë duke me nisë. Tani, unë nuk them se i kishte për Partinë Demokratike J.D. Vance në Myni, po kur fliste për mbylljen e rrjeteve sociale, Edi Rama është pas Habitullahu të Kabulit i dyti që ka mbyll TikTokun. Ha ishte. Arrestimi liderit opozitës Erdogan nuk e kishte arrestuar në atë kohë. Unë isha i arrestuar. Doktor, nuk mund të... Një bushat, për të qenë... Të them një element që më ka bërë optimist ndryshin ka bushati. Kur shikoj videot e Lulë Bashës me Edi Ramën sot, unë them, kur e ka mund kë njërin 2021, sa i me 30.000 vota dhe me sistem dhe me 80.000 votat pavleshme. Po kur i ka shku Lulë Basha kokë në kokë, këto mund ta mund kushdo. Kur mendoj se kush e ka drejtuar opozitin. Kur... Po e ky... Do më në tani, ky është i përfunduar. Ju shifni çdo ditë, ky çdo ditë, përveç mashtrimit, nuk prodhon asgjë. Asgjë, dëshpërim tek socialistët. Ja u them unë, ajo situatë që ndodhe në diasporë është në Shqipëri e njëjtë. E njëjtë. Po ikin. Nëse ky bën llogari, nuk bën takime. Kjo është hipokrizi elektorale. Unë e di qa pres nga opozita. E di qa pres unë nga opozita. Do me thënë, unë jam më dakord me një qëndrim të sinqert. Unë e dua opozitën, se opozita është mbrojtje edhe për mua që s'jam me opozitën dhe për Antonin që s'është me opozitën, sepse për ndryshe pak të opozit këtu bëhet një diktaturë dhe errësire plot. Dhe opozita duhet i thot shqiptarëve që ne do rezistojmë. Nuk kemi ndoshta dhe asnjë shpresë të fitojmë 11 maj, por qëndrimi ynë është rezistenca, do ruajmë një filiz pluralizmi në Shqipëri. Po i tham që jemi në situatë demokratike, Ramën do e mundim edhe 2 muaj dhe fitoria, krijojmë një iluzion të kohë. Kjo është opozita që do Rama, Bushat. Nuk flasim për opozitën që duan shqiptarët. Zoti Bushati, unë dje isha në Podgoricë, qofse më hujti një sy, unë fillim e mbarim narkodiktaturë fola atje. Dakor. Unë Podgoricë në konferencën ndërkombëtare të partive popullore zhvillova të gjithë tezat e narkodiktaturës dhe u thash do më falni, po Europa ka njohur shumë lloj diktaturash, s'ka njohur kur narkodiktaturë. Ndaj dhe ka një moskuptim të gjenjes të Shqipërisë. A ju bëri një pyetje, njihni në një shembull botror që një narkodiktaturë mundet me zgjedhje? Se kjo është çështja. Jo, se nëse thua jemi narkodiktaturë. Janë ato, po sa ato se mohoi kush aty. Nuk doli njëri ta vënë diskutim. Ka narkodiktaturë që mundet me zgjedhje. Kjo është çështja, se nëse pranojmë konceptin e narkodiktaturës, duhet pranojmë që s'ka shembull botror që mundet me zgjedhje. Rrethim, po ja për shembull. Njoftimin e mori. Kapitujt u mbyllën, nuk hapen. E mori njoftimin. Shqiptarët e morën njoftimin. Nuk hapen kapitujt. Verdikt, narkodiktatori është narkodiktator. Unë të garantoj që do ketë çdo kohë me shtergim për ndaj tij. Po. Se ky çfarë bënte mor zotëri? Ja u thash dje në Podgoricë. Njeriu thash që vinte tek ju me atletë të bardha dhe u fliste për sportin dhe pikturat si liberal, është një narkodiktator mizor brenda vendit. Hapen ato, ja argumentohet me fakte. Avash do kuptohet. Po ama një gjë,
një gjë. Edhe shqiptar nuk e kanë pas të lehtë të realizojnë narkodiktaturën. Të thëmë të vërtetën. Unë, Sali Berisha, kur kam lexuar për herë të parë Huntingtonin, që kjo është forma më keqe, e kam lexuar me skepticizëm. Por kur kam pa që ai kishte ardhur në Shqipëri, kishte studiuar në Shqipërinë, atëherë mendova pak më ndryshe, po. Po kur e shoh këtë, është më keqe. Është më keqe. Unë them, Enver Hoxha e mori buxhetin, po buxhetin e mirë të Meligjaj. Edhe 30% e çonte në bunker dhe në tunele, tek paranoja e tij. Po atë vil 4-4-sh nuk e regjistroi shtëpi në emër të tij atë. Jo, nuk e bëri atë. Vjedhje që bëjnë këta morzotrisë si ka bërë kush kur. Kur? Nuk mund të imagjinohet. Shqiptarë do të kuptojnë mirë se janë vjedhur vetëm vitin e parë, vitin e dytë pas largimit të tyre. Ja, u ka ardhur shpirt më të humbës njerëzve. Edhe Delo thot, po të arris pensionet, unë thot përmbyset. Kush më përmbyset? Po ai që Albin Kurti, që i merr nga buxheti 100 milion i fundit që çfarë përmbysje është ajo? Kujt i thon përmbysje ti? Si që ka përmbysje? I marrun 200 milionë në fond pensioni. Si ka përmbysje? Po. Apo ti lam si kavja ata aty të nuajnë të flasim në vetën, nuajnë kafshatën. Në fund, populli po zgjohet. Të doja në intervistë të parë pas listave, se kemi 1 orë 40 minuta pa asnjë hapësirë publicitare dhe ju keni gjithë ditën. Jo të doja në këtë intervistë pas listave të kisha këtë ekskluzive, na e dha, të falenderoj për programin, do flasim, besoj kemi kaq, janë 50 ditë përpara.